Harrojeni gjithçka që mendoni se dini për samuraj nga filmat fantastike. Historia e vërtetë e japonise feudale nuk fillon me luftetare heroike me armature të shkelkjeshme, por me një lufte brutale për toke, ndër dhe kontrol të një kombine prag të shkaterimit të vetvetes. Per shekuj me radhe, Japonia u sundua nga një aristokraci e rafinuar në Kyoto, e preokupuar me poezinë dhe ceremonite, ndërsa mbeti e pavetëdijshme për atë që po ndodhte në provinca. Por në higjete e orizit dhe maleve të ashpra, diçka po ndryshonte. Një klase e rangjerezish po shfakej, samurajt, ata ke shërbejshne. Per ta kuptuar këtë ngritje, duhet të kthehemi në shekullin e mbledhjet e pas Krishtit. Pushteti i oborit perandorak ishte një fasade. Kontrolli i vërtetë i territorit po kalonte në duart e klaneve të fukishme ushtarake që zoteronin toke dhe ngjerez të armatosur. Midis të gjithëve, di emra dallohen mbi të qeret, duke shenuar filimin e një rivaliteti që do të përkaktonte fatin e japonise për 700 vitet e ardhshme. Taira dhe Minamoto, Pelkeni, Abonohuni dhe Shperndajeni, le të fillojshme. Taira ishin arrogante dhe të rafinuar, pasi kishin infiltruar në oborrin, e Kyotos dhe e kishin manipuluar perandorin, si një kukull. Minamoto, nga ana tjetër, ishin luftetare të forkuar, nga betegjat në kufiqte veriore. Tensioni midis të dive shpertheu në lufterat e famshme Genpei, një konflikt civil që shkateroi arkipelagun midis, viteve Ilaso Osi dhe Ilaso Thorethavi. Ka gjo nuk ishte një lufte ushtaresht e zakonshëm. Ishte një lufte harketaresht e hipurembikale, ku harku ishte arma kryesore e samurajt. Shume kohë përpara se katanat e behej simbolikë në gjohim sot. Pika e ktheses erdhine betegjen detarete dan në ura. Imaginoni kindra anigje që përplasen në ngushticen Shimonoseki në një bresheri shikgjetash. Nga angjera ane, flota Taira mbante perandorin, e Riantoku, vetem gjashte vgjec, si simbol të legjitimitetit të tire. Nga ana tjetër, Minamoto, e u dhehekur nga gjeniu ushtarak Minamoto no Yoshitsune, përparonte papushim. Kur disfata e Taira ishte e afert, ndodhin gjë nga momentet me tragjike në historinë japoneze. Gjishja e perandorit të ri, duke preferuar vdekjen ndaj kapjes, u hodhnedet me fëmijën në krahe, duke u zhitur për gjithmonë në telesis e bashku me shpaten e shenjte nga tesari perandorak. Me shfarosjen e Taires, u dhehekesi i klanit fitimtar, Minamoto no Yoritomo, morin gjë vendim që do të ndryshonte Japoninë për gjithmonë. Ai nuk u be perandor, sepse figura e perandorit ishte e shenjte dhe hijnore. Në vend të kesaj, ai i dha vetes titullin Sei Taishogun, ose thjesht shogun, që do të thote generali i madh që nënshtron barbaret. Ai e vendosi kendren e tij të pushtetit në një fshat të vogël peshkimi të Kuashtur Kamakura, larg intrigave dekadente të Kyotos. Kështu lindi shogunati i pare, një keveri ushtarake ku sundonte shoguni dhe perandori, thjesht mbretëronte në heshqe. Periudha Kamakura ishte farketimi i vërtetë i shpirtit samuraj. Sistemi vasal u konsolidua. Shoguni u dha toka ngjekesve të tij, të cilet nga ana tjetër betoheshin për besnikeri absolute dhe shërbim ushtarak. Traditia dhe anohej me vdekje hendri u be monedhame e vlefshme. Luftetari nuk ishte me thjesht një bandit i paguar, por një aristokrat luftetar me një kodshëlje në zhvillim që i jepte përparesi sakrifices personale dhe zoterimit të luftimit. Megjithatë, samurajet nuk ishin e vetmja fuki që fshihej në higje. Në manastiret malore, murgjit luftetare, të njohur si sohej, formonin gjithashtu ushtrit e frikshme që shpesh zbrisnin në kitet e për të ushtruar presion mbi qeverinë me kërkesat e tyre. Japonia e hershme feudale ishte një ekosistem kompleks ku besimi budist dhe shpata e knin dore për dore. Luftetaret kërkonin ngushëllim në budizmin zen, thjeshtësia dhe përkendrimi i të cilit në disiplinën mendore rezononin thelle me gjetan e ngjerju që mund të vdiste në çdo moment. Por, ndërsa shogunati Kamakura përpikaj të stabilizonte vendin, një kërcenimi gjashtem, me i madh se çdo konflikt i brendshëm, u shfaq në horizont nga kontinenti aziatik. Një forse që kishte pushtuar Kinën. Persinet e pjeset e Evropes i kishte vene sirin i shujve të Japonise. Mongolet të u dhehekur nga Kublai Khan, po përgatitnin një flote pushtimi të papare. Samurajet, të mesuar me duele koke me koke dhe luftime rituale, ishin gati të përbaleshin me një makine masive lufte që shperfilte kodin e tyre të nderit. Përplasja kulturore dhe ushtarake do të ishte shkateruese. Si mund të mbigjetonte një luftetar japonez, i cili shpalte pregjardhjen e tij para çdo dueli. Një ushtri që kelonte me shikgjeta helmuese në mase dhe përdorte bomba baruti. Mbigjetesa e japonise varej në një figje peri dhe ajo që ndodhi me pas du të behej,
Njën nga mitet me të fukishme në historinë botërore. Njën gjargje ko I bindi japonezet se toka e tyre mbrohegj nga vete perendite. Viti 1974 shenoi filimin e proves përfundimtare për kasten e samurajeve. Kublai Khan, nipi I Shingis Khan dhe sundimtari, I perandorise me te madhen e planet, kërkoi vasalitetin e Japonise. Luftetaret e Kamakuras, në një akt sfide absolute, u prene kokën ambasadoreve mongole, duke shfrire terbimin e Khanit të madh. Një flote me migjera anigje të ngarkuara me luftetare mongole, koreanet e kineze u niskunder brigjeve të Kyushuse. Samurajet u përbalën me një stil luftet e panjohur, ndërsa kërkonin duele individuale dhe bertisnin per pregjardjen, e tyre per para se te sulmonin. Mongolet vepronin në falangat e disiplinuara, përdornin granata baruti dhe kellonin shikgjetat e helmuara në rete masive. Japonezet ushtinen e brendesit e tokes, por natën e betegjes, një stuhi e papritur shkaterroi floten mongole, duke I detiruar atat e tërhikeshin. 7 vjet me vone, në vitin dvalso I kjatin, Kublai Khan u kthie me një forse edhe me te madhe, so 40,000 burra. Ishte zbarkimi me I madhëdetar amfib në histori deri në luften e dite botërore. Per gjavete e tëra, samurajtë luftuan me egersive të vrasese në plazheti Hakates, duke u strehuar pas një muri gurikue e kishin ndërtuar me terbim. Kur gjithçka dukej e humbur, natyra ndërhajri per seri. Një tajfun kolosal përfshiu bregdetin, duke fundosur pothuajse se të gjithë floten pushtuese. Per japonezet, kjo nuk ishte rastesi, ishte kamikaze. Era hyjnore, e dërguar nga perendite per të mbrojtur token e shenjte. Japonia ishte shpëtuar, por kjo fitore do të mbilte farat e rënies së shogunatit Kamakura. Në sistemin feudal, një lord I shpërbleu lufte e të ret e tajmetokat e kapura nga armiku, por në një lufte mbrojtese kundër mongoleve. Nuk kishte tokat e regja për të shpërndare. Shogunati nuk mund t'i paguante samurajt që kishin derdhur gjak në plazhe të pakenakesja filuaj të gerjante themelet e pushtetit. Luftetaret, të varferde të zhitur në borgse, humben besimin në sundimin ushtarak. Kjo dobesi u shfritezua nga perandori Godaigo, I cili në vitin 333 u përpokte rivendoste pushtetin, e drejt për drejte perandorak në ate ke u njosi restaurimi I Kenmuse. Trattia ishte fort kalevizese pas këtij ndryshimi. Ashikaga Takauji, njek general I dërguar nga shogunati për të shtipur rebelimin perandorak, nderroi anë në momentin e fundit dhe shkaterroi ishmesuesit e tish në Kamakura. Megjithatë, alianka me perandorin ishte gjete shkurter. Takauji donte pushtet për vetet he. Pas një sere betegjaste për gjakshme, ajde boj Godaigon nga Kyoto dhe e shpalli veten shogun. Duke filluar keshtu shogunatin Ashikaga. Kjo periudhe e re e njohur si periudha Muromachi, ishte një epoke kontradiktash. Nga ngjera ane, kultura japoneze lulezoi sikure me pare. Teatri no, ceremonia I çajit të kopshtet zen arritën formen e tyre klasike. Nga ana tjetër, autoriteti I shogunit ishte I dobet. Ndryshe nga shogunati I pare, I cili sundoi vendin me grusht të hekurt. Ashikaga mbeshtetej në besnikerin e shugove. Guvernatoreve provinciale koje gradualisht u bene komandante të pavarur të luftes të njohur si daimyo. Renia e autoritetit kendror arriti piken e saj paktim në vitin 467 me luften onin. Ajo che filoi si një mosmarrëveshje per trashëgimin e brenda familjes Ashikaga u përshkallezua në një lufte civile, të plote që zgjati 10 vjet dhe e shkateroi kriekitetin, Kyoto, në hi. Ushtrite e daimjove luftuan rrugë me rrugë, duke shkaterruar pallatetet e mpugjtë lashte. Kur lufta mbaroi, nuk kishte një fitues të karte, por fukja e shogunit ishte zhdukur plotësisht. Japonia hyri me pas në periudhen Sengoku Jidai, periudhen e shteteve ndërluftuese. Ishte një shekull kausit e plote ku sundonte ligji I mete fortit. Koncepti I Gekokujo, kjo do të thote, të dobetit rezoj në sundimtaret, ube norme. Mbajtësit tradituan zoterinjte e tyre, bishte vrane e terit e tyre dhe klanet e vogla galaberuan njerit qetrin në një lufte të pameshirshme per territor. Në kete skenar lufte të përjetshme, figura e samurajve ndryshoj. Ata nuk ishin me vetem harketare elitare, kembesoria, e perbere nga fshatare të armatosur me shtiza, Ashigaru, ube bertama e ushtrive. Ishte gjithashtu epoka, e arte e ninjave, ose shinobive. No nje bote ku trattia mund të ndotte në sdosep, keta mercenare, të specializuar në spionaj, sabotim të vrasje, u bene mjetet të domosdoshme per daimjot, të cilet nuk mund të fitonin në fushene betejës të vetem. Japonia ishte e fragmentuar në kindra territore të vogla, se sila me kesh gjellen dhe ushtrine e vet. Duket se vendi nuk do të bashkohej me kurre, derisa,
Në mesin e shekullit të 16, një anigje portugeze u ngecne I shullin të Negashima. Te huasht solen me vete diçka që do të ndryshonte për gjithmonë natyren e luftjes. Arkebusin, ndërsa samuraj tradicionale I persmonin keto armes zjarri si të pandërshme, një komandant lufte I ri dhe ambicios I quajtur Oda Nobunaga. I shihte ato si qelesin për të dominuar Japonine. Epoka e bashkimit ishte gati të filonte në një bresheri plumbit e zjarri. Periudha Sengoku Jidai, ose periudha e shteteve ndërluftuese, ishte kapitullime I përgjithshëm, me kaotik dhe me interesant në historinë japoneze. Imagjinonin vend paligj kendror, ku shoguni ishte thjesht një titull bosh, dhe ku që do malshenon kufirin e një udhëheqësi të lufte. Nga mesi I shekullit të 15 deri në fund të shekullit të 16, Japonia u bë një fushë betejë e përhershme me permasa kolosale. Në këtë mjedisdhënie totale, mbi gjetesa varegje nga dinakeria, teknologjia dhe mizoria e pakufishme. Ngjesja baze e pushtetit gjatë kësaj epoke ishte daimyo, emri I madh. Këta feudale I transformuan tokat e tajre në shtete ushtarake të vetëm gjaftueshme. Ata ndërtuan kështjela imponuese. Fillimisht prej drurinë e magjete kodrave dhe me vone prej guri masiv me hendeket e thella, të projektuara gjo vetëm për mbrojtje, por edhe për të projektuar pushtet absolute mbi territorin. Në fshatra, gjeta ishte një sikel mgjellgjegje dhe lufte. Fshataret nuk ishin me thjesht spektatore. Ata u bene forka levizese e ushtrive si Ashigaru, ushtare kembesore të armatosur me shtizat e gjata bambugje ose hekuri. Ishte në këtë kaos ke lindi legjenda e ninjas ose shinobit, ndryshe nga samuraj, të lidhur nga pritje të ngurta për nder dhe luftim të drejt për drejtë. Ninjat ishin mjeshter të gjo konvencionalis, duke vepruar nga ragjone malore si Iga dhe Koga. Këta specialiste në mashtrim punesoheshin nga daimyo për të krier detira ke një samuraj, I konsideronte me poshte se ata. Spionazh, zjarvenje dhe vrasjet e heshtura. Ninjat nuk kërkonin një vdekje të lavdishme në fushën e betejës. Ata kërkonin të përfundonin misionin dhe të zhdukeshin në higje. Lufta në Japoni u bë një logje e vdekje prurese shahu ku informacioni vlente me shume se një migje shpata. Në mesin e shekullit të 16, një ngjarje e rastësishme ndryshoi rrjedhën teknologjike të konfliktit. Tregtaret portugeze berriten në brigjet jugore të japonise duke mbajtur arkebuze, armet e parate zjarrit që japonezet kishin pare ndonjëherë. Ndërsa shume samuraj konservatore I persmonin këto arme si frikaqake, pasi ato legjonin një fshatar të patrajnuar të vriste një luftetar që e kishte praktikuar gjithëgjet e netijshme shpate. Udhëheqësit me vizionare të luftes e kuptuan se e ardhmja I përkiste plumbit. Lufta pushoi se kenin një seri duelesh individuale midis kampioneve dhe u shënderua në një lufte masive. Ushtrite u rriten nga disa kindra në digjetera migjera burra. Daimyo filluan të standardizonin uniformat të taktikat. Megjithatë, pavarësisht këtyre përparimeve, Japonia mbeti e ndare. Klanet e fukishme si Takeda, të famshme për kaloresine, e tyre të pandalshme. Uesugi, adhurues të perëndisës së luftjes, dhe Hojo, mjeshtrat e fortifikimit, ishin të blokuara në një ekuiliber në dukje të pafundem pushteti. Ki ekuiliber u prish nga shfaqja e një prej figurave me kontroverse dhe brillante të historisë. Oda Nobunaga. Nobunaga nuk ishte një samuraj konvencional. Ai ishte njeri që e persmonte traditen nëse ajo I pengonte. Duke ardhur nga një klan I vogël në provincën e Ovarit, Nobunaga e filloi ngritjen e tij duke shtipur të afermit e tij për të siguruar kontrollin e shtëpisë së tij. Mentaliteti I tij ishte thjesht pragmatik, të fitosh me çdo kusht. Momenti që përcaktoi karrierën e tij dhe ndryshoi rrjedhën e periudhës. Sengoku ishte betejja e Okehazames në vitin 1507. Një daimyo I Fukushima I quajtur Imagawa Yoshimoto po marshonte drejt Kyotos me një ushtri prej 22,000 burrash për të pretenduar kontrollin e vendit. Nobunaga kishte vetëm 2,000 ushtare. Në vend që dorezohej ose të priste pas mureve të taj, Nobunaga nisi një sulm të papritur gjatë një stuhje, duke rënë mbi kampin kryesor të Imagawas dhe duke I prere kokën udhëheqësit të armikut. Brenda një pasdite të vetme, një lord I vogël kishte shkaterruar një gjigant, duke I dërguar një mesazh të kartet e gjithë japonise. Një epoke e re kishte filluar. Nobunaga ishte I pari që e kuptoi potencialin e plotë të armeve të zjarrit. Ai nuk I bleu vetëm ato. Ai urdhëroi prodhimin e tyre masiv dhe I stërviti fshataret e tij të kelonin me shpertime të koordinuara. Por ambicia e tij shtrihej për të ushtrisë. Ai kërkoi të centralizonte pushtetin, duke eliminuar çdo që e kundërshtonte, përfshirë manastiret e fukishme budiste, që funksiononin si shtete të pavarura. Në vitin 1571,
Nobunaga rrethoi dhe dogji malin hiej, duke vrarë migjera murgsh, grade femigje, duke I fituar nofken mbreti demon. Pavarësisht brutalitetit të tij, Nobunaga hodhi themelet për bashkim. Ai eliminoi tarifat e brendshme për të inkurajuar tregtinë, mbrojti misionaret jezuite për të dobesuar ndikimin budist dhe filloi të nënshtrointe provincat kendrore të Japonisë një nga një. Megjithatë, rruga drejt pakes ishte e shtruar me traditi, ndërsa Nobunaga I afrohej kulmit të pushtetit të tij. Besnikeria e generaleve të taj ishte gati të vihajnë provedi endra e një Japonie të bashkuar në sundimin I Taijut të përfundonte në një tragedi zjarri dhe gjaku në tempullin Honnoji. Pastaj pelkeni, abonoheni dhe shperndagjeni. Oda Nobunaga nuk kërkoi të ishte një samuraj shembullor. Ai kërkoi të ishte një pushtues absolut. Deri në vitin 1573, Nobunaga kishte demonstruar tashmë se tradita nuk mund të triumfonte mbi inovacionin. Kulmi I genialitetit të tij ushtarak ndodhi në betejën e Nagashinos. Atje, klani Takeda, zoterues, I kaloresi se me të frikshme dhe me të fukishme në të gjithë Japonine, sulmoj me terbim linjat e Odes. Por Nobunaga I priste ata me 3000 arkebusiere të mbrojtur pas palisadave prej druri. Per herë të pare në historinë japoneze, u perdor zjarr rotullues me bresheri, ndërsa një linje kelonte, gjetra mbushej per seri. Kaloresia elitare u shkaterrua para se të mund të prekte edhe një nga ushtarete e Odes. Miti I samurajt të hipur në kale kishte vdekur në një bresheri plumbash. Nobunaga vazhdoi marshimin, e tij të pameshirshëm, drejt bashkimit në moton Tenka Fubu, këdo të tote, perandoria në forcen ushtarake. Megjithatë, temperamenti I tij I pakendrueshëm, dhe poshtërimet e vazhdueshme të vartesve të tij mbollen farat e rënies së tij. Në kershor të vitit 1590, Nobunaga po pushonte në tempullin Honnoji në Kyoto me një eskorte minimale. Një nga generalet e tishme të afert, Akechi Mitsuhide, vendosi se ishte koha për të hakmarrë për fjergjet e mbretit demon. Mitsuhide rrethoi tempullin me trupat e tij dhe I vuri flaken. Duke mos pare asnjë rrugë shpejtimi, Nobunaga u tërhok në flake për të kryer seppuku, vetevrasje rituale. Duke shmangur kështu qanderimin e kapgjes, vdekgjaj Nobunages langje vakum pushtetiku e kercenoi, ta zhitte Japonine për seri në kaos të plote. Por Akechi Mitsuhide arriti të kena kej me traditine, e tij vetëm për 13 dite. Një burre I lindur në fund të shokerise, ishte gati të kërkonte trashëgiminë e zotit të taj. Ki burre ishte Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi nuk vinte nga një familje samuraj. Ai e kishte filluar karrieren, e taj si një bartes I thjeshte sandalesh për Nobunaga. Por dinakeria dhe besnikeria e taj e kishin shtire atë të behej një nga generalet, e taj me të mire. Pasi mesoj për traditine, Hideyoshi u dhehoki një marshim të detiruar legendar, duke përshkuar kindra kilometra vetëm në pak dite për të kapur Mitsuhiden, në betejën e Yamazakit. Hideyoshi e shtajpi tradtarin dhe e vendosi veten si pasardhesi I ligshem, I trashëgimise se Nobunages. Ndryshe nga ish lordi I tij, Hideyoshi nuk ishte vetëm një luftetar, por edhe një diplomat mjeshtëror. Ai e kuptoi se nuk mund të bashkonte Japoninë thjesht duke vrarë armiktë e tij. Ai duhej të fitonte besnikerinë e tyre ose, te pakten, ti neutralizonte ata. Hideyoshi vazhdoi fushatën e bashkimit me një energji të jashtëzakonshme. Ai nënshtroi klanet e fukishme të Shikokut dhe Kyushuse dhe me në fund, në vitin 1590, rrethoi kështjellen Odawara, fortesen e fundit të madhe që kundërshtonte sundimin e tij, me rënien e klanit Hojo në Odawara, Japonia. Per herë të pare, në me shume se një shekull, u bashkua në një udhëheqës të vetëm. Por, me kene se Hideyoshi ishte me origjine fshatare, ai nuk mundi kurrë të merrte titullin shogun. Pasi tradita kërkonte anëtaresim në lindjen Minamoto, në vend të Kesaj, ai vete e kishte emeruar Kanpakun, regjentin perandorak, për të siguruar që askush tjetër të mos ndikte gjurmet e tishte të ngrihej nga varfëria në pushtet. Hideyoshi zbatoi masa drastike që përkaktuan strukturën shokerore të Japonisë feudale. Ai urdhëroi gjuetin e shpatave, famekeke, duke ndaluar që do gjashte kastese samurajve të zoteron të arme. Fshataret duheshti përkushtoheshin ekskluzivisht bujqësise, dhe luftetaret administrimit dhe luftes. Gjondargje e ngurte klasore ngriu lëvizshmërinë shokerore dhe krijojnë gjë elite luftetaresh profesioniste të ndare nga pjesa tjetër e popullsisë. Hideyoshi kreu gjithashtu një regjistrim kombetar të tokës për të standardizuar taksat dhe për të konsoliduar kontrollin mbi daimjot. Megjithatë, ambicia e tij u rrit të per me kalimin e viteve. Pasi Japonia u bashkua, ai I aktheu si të kontinentit, duke ndërruar të pushtonte Korene dhe Magje edhe Kinen e dinastisë Ming.
Pushtimet e tij të korese në vitet fjanë son të 90 ishin brutale dhe përfunduan në njëngers logjistik dhe ushtarak që shteroi burimet e klaneve japoneze. Në vitin 1990, ndërsa trupat e tij po luftonin 6 vendit, Hideyoshi vdik, duke lënë si trashëgimtar një gjallë 5 vjeçar. Para se të nderonte jete, ai emeroi një këshill prej 5 regjentesh, lordet me të Fukushima në Japoni, per të mbrojtur gjallin derisa të mbushte moshën madhore. Midis këtyre regjenteve ishte një burre që i kishte shërbyer si Nobunages ashtu edhe Hideyoshit, një burre i duruar, që kishte kaluar dekada duke pritur për mundesin e tij, Ieyasu Tokugawa. Degja e unifikuesit ishte sinjali që u gjkerit të mprehnin përsëri tetrat e tyre. Fati i Japonise tani do të vendosej në një betejë të vetme, përfundimtare. Degja e Toyotomi Hideyoshi në shtator të vitit 1998, e la Japonine në një paralize të tensionuar. Majmuni, si që Quante Nobunaga, kishte arritur të pamunduren. Bashkimin e të gjitha klanet në një flamur të vetem, por trashëgimia e tij ishte e brishte. Trashëgimtari i tij, Hideyori, ishte mezi një femije dhe 5 regjentetet ngarkuar me mbrojtjen e tij, ishin si tigrat në një kafas të vogël. Besnikeria kjo i kishin betuar Hideyoshit në shtratin e vdekjes u zhduk pothuajse sapo trupi i tij u varros. Nga të gjithë, Ieyasu Tokugawa doli si pretendenti me i rrezikshëm. Ieyasu ishte një mjeshtër i durimit. Ai i kishte shërbyer Nobunages dhe Hideyoshit për dekadat e tëra, duke pranuar territoret e largeta dhe poshterime me një buzekesh të pangjeshme, ndërsa forkonte bazen e tij në rajonin Kanto, në atë që tani është Tokyo. Me Hideyoshin të larguar, Ieyasu filloi të turte njerëzit martesash dhe aliankash politike që shkelnin ligjet e regjences. Ka gjo nuk kaloi pa u venire nga Ishida Mitsunari, një burokrat besnik ndaj kushtimit të Hideyoshit, i cili e shihte Tokugawan si një uzurpator që do të shkateronte dinastinë Toyotomi. Vendi ishte i ndarë në di fraksione kryesore, ushtria lindore, e u dha hekur nga Ieyasu Tokugawa, dhe ushtria perendimore, e u dha hekur nominalisht nga Mitsunari në emër të trashëgimtarit të ri. Përplasja e fundit ndodhi me 21 tetor 1600, në një lugine me mjegull të kuashtur Sekigahara. Ishte betejja me e madhe dhe me e rëndësishme në historinë e samurajve. Gati 160 huila luftetare u përballen me njeri qetrin në një hapësire të mbyllur në një rrëmbim të rrëmbjeshëm. Fati i Japonise du të vendosaj në një ditë të vetme masakre. Betejja e Sekigahares nuk u fitua vetëm me shpate, por me tradhti. Per ore të tëra, luftimet ishin në një gjendje pakrije. Ushtria perendimore mbante avantazhin taktik, duke pushtuar kodrat për rreth Ieyasuse. Megjithatë, një daimjo i ri me emrin Kobayakawa Hideaki, i cili ishte pjesë e fraksionit të Mitsunarit, mbeti i palevishëm në një koder me 15 të milja ushtaret e tij. Ieyasu, duke hambur durimin, urdhëroi arkebusierët e tij të kelonin mbi pozicionin, e Kobayakawa sperta detiruar atë të merrte një vendim. Generali i ri, i presionuar nga të digja palet, me në fundu tur poshte kodres, por jo kunder Ieyasus. Por kunder aliateve të tij në ushtrinë perendimore. Kjo tradhti masive shkaktoi një efekt domino që shkaterroi linjat e Mitsunarit. Fitorgja e Ieyasut ishte e plotë. Mitsunari u kap dhe u ekzekutua, dhe pushteti i familjes Toyotomi u reduktua në kështjellen e tyre në Osaka. Ieyasu nuk i përseriti gabimet e para ardhesve të tij. Në vitin 1603, ai udhëtoi për në Kyoto dhe e detyroi perandorin ta emeronte shogun. Por ndryshe nga shogunatet e me parshem, ai Tokugawas do të ishte projektuar të zgjaste për shekuj. Ai e zvendosi kryeqytetin administrativ në Edo, duke transformuar një kenete në metropolin që njohim sot si Tokyo. Megjithatë, një çështje mbeti e pakarte. Gjalli i Hideyoshit, Toyotomi Hideyori, vazhdoi të rritej në kështjellen e patjeshme të Osakes, duke u bërë një simbol për të gjithë ata që ishin të pakenakur me regjimin e ri. Ieyasu, tani i moshuar por po ak i pamëshirshëm sa gjithmonë, vendosi se nuk mund të vdiste duke e lënë këtë kërcenim të pasgjidhur. Në të 600 dhe 615, ai nisi di rrethime masive kundër Osakes. Ishte lufta e fundit e madhe e epokes feudale. Kështjella e Osakes ishte fortesa me e Fukushima në Japoni, e mbrojtur nga Migera Ronin, samuraj pasoterinj që kishin humbur tokat e tyre pas Sekigahares. Midis tyre spikaste Sanada Yukimura, luftetari numër 1 i Japonise, i cili u hoki sulmeve të vrasese, që pothuajse arriten pozicionin e Ieyasuse. Por numri me i madh i Tokugawave dhe topat e renda ishin shumë të forte. Kështjella u dog, Hideyori kreu vete vrasje dhe dinastia Toyotomi u zhduk.
me hirin e Osakes, epoka e lufterave civile. Sengoku Jidai mori fund përfundimisht. Ieyasu Tokugawa vdik një vit me vone. Por la pas një sistem kontroli të repte sa Japonia nuk du të shihtin një lufte që të erë të brendshme per me shume si 250 vjet. Samurajt të lindur per BTG. Tani e gjeten veten në një bote që nuk kishte me nevoje per të luftuar. Kasta e luftet të reve ishte gati të transformohej në një kaste burokratesh dhe poetesh, ndërsa vendi i mbylli djetë pjeses tjetër të botes per të ruajtur identitetin e taj. Me shkaterimin e klanit Toyotomi, Ieyasu Tokugawa dhe pasardhësit e tij vendosen gjeren shokeror dhe politikak të ngurtesake. Japonia nuk do të shihte një lufte tjetër në shkallet e gjere per me shume se 200 vjet. Kjo periudhe, e njohur si periudha Edo, e transformoi plotesisht identitetin e samurajve. Shogunati zbatoi sistemin Sankin Kotai, i cili kërkonte që daimjotët të kalonin një vit në kryekitet. Edo, dhe vitin tjetër në teritorin e tyre. Familjet e tyre duhej të kendronin në Edo si pengje të përhershme. Ki sistem jo vetëm ke siguronte besnikeri, por edhe shteronte finansat e feudaleve me udhëtime të kushtueshme, duke i penguar ata të financonin rebelimet. Japonia e mbylli veten nga bota sipas politikës së Sakoku-te, ose vendit në zingshire. Krishterimi ungsor jashtë ligjit, të huajtu debuan dhe vetëm një poste e vogël tregtare me holandeset u lejua në ishullin artificial të Deshimes, pranë Nagasakit. Në këtë izolim, kasta e samurajve u përball me sfiden e sajme të madhe. Mungesen e luftes. Luftetaret që dikur jetonin me shpate u bene burokrate. Administratore dhe mjeshtra të arteve tradicionale. Ishte gjatë kësaj periudhe pakegje ke kodi i Bushidos, mënyra e luftetarit, u kodifikua dhe u idealizua. Pa betegja të vërteta. Nderi u be çështje etikete, rituali dhe filozofie. Megjithatë, koha nuk ndaloi. Ndërsa samurajtë i përkushtoheshin kaligrafise dhe ceremonise së çaxhit, një klase ere shokerore filloi të fitonte pushtet. Tregtaret. Edhe pse ishin në bazen e piramides shokerore feudale, ata grumbulluan pasurit e medha, ndërsa shume samurajtë rangut të ulet ranen e varferi ekstreme, të varur nga pagesat e orizit që nuk mjaftonin me per të gjetuar. Sistemi feudal po kalbej nga brenda, imbitur nga ngurtesja e vetë nga nje ekonomikue nuk ishte me thjesht buqkesore. Goritja përfundimtare ndaj japonise feudale erdhi nga deti. Në korik 1883, Komodori American Matthew Perry mberiti në gjirin Edo me anigjet e zeza të tij, anigjet gjigante me avull të armatosura me topa moderne. Kërkesa ishte e thjeshta, Japonia duhej të hapte portet e saj për tregtina e jashtme ose të përballaj me shkaterrimin. Samurajet, të armatosur me katana dhe forka të blinduara prej plakash, kuptuan me të merë se teknologjia e tyre ushtarake kishte mbetur e balokuar në shekullin e 7 mbetgjete. Shogunati, i pafte për t'i bere bale presionit, nënshkroj traktatet e pabarabarta që poshteruan krenarin e kombetare. Kjo krize sovraniteti shkaktoi një lufte civile të njohur si lufta e Boshinit. Një grup klanesh jugore, kryesisht nga Satsuma dhe Choshu, u rebeluan kundër shogunatit nën sloganin Son no Joy, Kë do të thote, nderoni perandorin, deboni barbaret. Në vitin 1868, shoguni i fundit, Tokugawa Yoshinobu, abdikoi, duke i akthyer autoritetin formal perandorit Terry Meiji. Por ironia ishte e hidhur per samurajt që kishin mbështetur revolten. Qeveria e re perandora që nuk donte tek të hejnë të kaluaren feudale, por per kundrazi ta modernizonte Japonine me çdo kusht per të konkurruar me perendimin. Qeveria e restaurimit, Meiji shfukizoi sistemin e klasave. Samurajtë humben privilegjet e tyre, të drejten për të mbajtur shpatan e publik dhe pagat e tyre shtetërore. Në vitin 1877, shperti u zgëngjimi në rebelimin Satsuma, të udhahekur nga Saigo Takamori, i cili ironikisht kishte ndihmuar në rivendosjen e perandorit. Ishte kendresa e fundit e samurajve. Luftetaret me katana sulmuan një ushtri moderne perandorake të armatosur me pushket dhe topa Gatling. Me vdekjen e Saigos dhe hamgjen e ngjekesve të tij, kasta e luftetareve u zhduk zyrtarisht nga historia. Por, me gjithese samuraj vdik si ushtar, trashëgimia e tij u be e pavdekshme. Shpirti i sakrifices, disiplinës dhe besnikerise absolute u përvetesua nga shteti i ri japonez, duke e shtire vendin të behej një fuki boterore në kohë rekord. Japonia feudale në la imazhin e ngjengjerju që kërkonte për sosmeri në çdo veprim, nga mprehgja e ngjete huderit e shërbimin ndaj zotit të tij. Sot, higja e klaneve Minamoto, Oda dhe Tokugawa ende këndron mbi kulturen, etiken dhe estetiken e nje Japonie kë, ndërsa shikon drejt se ardhmes.
Nuk e ka harruar kurrë gjehonen e shpatave kë dikur farketuan fatin i saq. Me pas beni like, subscribe dhe share. Deri në tjetren.